Njësia administrative Krutje shtrihet në fushat e Myzeqes dhe ka një sipërfaqe prej 3.816 hektarësh tokë bujqësore. Likur Krutje njihet kryesisht për kultivimin e grurit dhe misrit, ndërsa sot është ndërruar në një nga zonat më të rëndësishme të prodhimit bujqësor në vend. Aktualisht në këtë njësi janë të mbylla 10 hektarë sera me kultura të ndryshme bujqësore. Veçanërisht spikat kultivimi i rrushit me rreth 55 hektarë të mbyll, nga të cilët 20 hektarë janë me rrush të hershëm. Prodhimi i këtyre ditëve po grumbullohet nga pikat e grumbullimit me një çmim që varion nga 180 deri në 200 lekë të reja për kilogram. Njësia administrative Krutje drejtohet nga Ledian Goka, i cili shpreh se institucioni që ai drejton është në mbështetje të vazhdueshme të fermerëve të zonës. Krutja vazhdon të njihet si një zonë me tradita bujqësore, por prej vitesh fermerët kanë investuar edhe në vreshtarinë dhe në kultivimin e produkteve të tjera në sera. Sipas drejtuesit të njësisë, puna e përbashkët mes bashkisë dhe fermerëve ka dhënë rezultate pozitive. Rreth 70% e kanaleve vadice janë pastruar duke krijuar kushte të përshtatshme për ujitjen e kulturave bujqësore gjatë sezonit të nxehtë veror. Fermerët e zonës shprehen jashtëkamerës së furnizimit me ujë për vaditje mbetet jetik për ruajtjen e rendimentit dhe cilësisë së prodhimit. Ndërkohë rrushi i prodhuar në Krutje po gjen treg jo vetëm në vend, por edhe jashtë tij, duke rritur të ardhurat e fermerëve dhe duke forcuar ekonominë bujqësore të zonës.